Disa njerëz hynë në jetën tënde pa ardhur ti akoma në botë. Regjia është dashuria ime e përjetshme. Unë do doja pak edhe nga gjeneza e rrugtimit tënd artistik, si ka qenë jeta studentore në Akademinë e Artit, na trego pak më tepër. Ku kam ardhur nga Fieri në Tiranë, mund të them që ka qenë goxha e vështirë sepse nuk isha larguar kur nga familja. Çfarë surprizon më shumë nga prezet që vinë? Po, sepse i duan gjërat shumë gati. Përgjatë rrugtimit tënd artistik është bazuar në 3 themele shumë të rëndësishme: regjia, aktrime dhe skenari. Nëse do të thoja të zgjidhje njërin prej tyre, ku e gjen më shumë veten? Shiko, është si një nën që pyet për fëmijën, kë do më shumë ti? Nëse do bëj një film për jetën tënde, çfarë zhanri do ishte? Dramedi. Edhe drama e komedi. Unë jam shumë te komedia, po shkëlqej shumë tek dramat. Mirë se erdhët në një episod tjetër të Biu Podcast. Dhe sot dua ta nis me një shprehje që më duket sikur më ndjek. Disa njerëz hynë në jetën tënde para se ti të vish në këtë botë. Ajo nuk është thjesht një artiste me shumë projekte dhe role pastaj, por është edhe një person që ka zhvilluar përtej edhe komunikimin përtej skenës me mosimdhënien përmes ndjenjës dhe frymëzimit të rinjve. Ajo është regjisore, aktore, skenariste, kemi parë në shumë dimensione të saj. Elona, faleminderit që erdhe në Biu. Wow! Vërtet ju bët gjithë të prezantim. Unë jam shumë e nderuar. Është podcasti im i parë dhe pikërisht me ju të dy, e veçanërisht me ty Helga. Se më pëlqeu shumë e shprehja. Të shprehem do ma thuash edhe një herë? Të lutem dua ta dëgjoj edhe një herë. Disa njerëz hynë në jetën tënde pa ardhur ti akoma në botë. Po, është vërtet. Pse ishte pikërisht kjo shprehje? Nuk e di më thëti. Atëherë, unë jam shumë e lumtur. Se në fakt prisja që të ishte mami jote këtu përpara se të isha ulur unë. Po një ditë tjetër do vi ajo. Sepse që ta dish ti, zemër, ditën që ka lindur Helga, unë kam qenë personi i dytë që e kam mbajtur në krahët e mi Helgën pas mamit vet. E po kjo shprehje pas ka vënë. Po, dhe të jem këtu pranë teje, në më më duket shumë e pabesueshme dhe jam shumë e lumtur. Edhe aq më tepër që jeni dy të rinj që keni marrë një iniciativë kaq të bukur edhe faleminderit, e shijova shumë këtë prezantim. Për ne është kënaqësi. Edhe për mua jam shumë e lumtur, domethënë që ka ardhur dhe ma pranove ftesën. Patjetër, sepse jashtë mikrofonit unë jam Tezja. Është Elona. Pa kaluar akoma te karriera, unë dua të shkojmë pak në fëmijërinë tënde, si ka qenë fëmijëria jote, marrëdhënia me prindrit, me vëllezërit. Okej, shumë. E di që ke shumë informacion për këtë gjë, dhe unë kam kënaqësi më të madhe për të folur dhe nuk do të lodhesha kur për të folur për familjen time. Është e vetmja gjë që ne nuk zgjedhim, por jam shumë falënderuese Zotit që vendosi të më bënte pjesë në familjen që unë kam. Jam shumë e bekuar me prindrit, vëllezërit, familjarët e mi, qytetin tim të bukur të Fierit, gjithë çamët kudo që janë. Sepse familjaria është një gur i rëndësishëm në jetën e gjithë secilit. Është ai gur ku të vendos nëse rrugtimi jot ka qenë i lehtë apo i vështirë. Si konkluzion, gjitha rrugtimet vështira janë, por ajo që mbetet është mbështetja dhe ajo që qëndron thellë me ty. Kur ikim që marrim krahët tanë, domethënë që fluturojmë, e vetmja gjë që marrim është pikërisht në valixhe është familja. Ajo që ne kemi mësuar, mbartur tërkohën. Unë e di shumë mirë që sado vitet kalojnë, shumë gjëra, eksperienca të jashtëzakonshme, ore planet po të ndryshoj, ajo që unë jam në thelb është fal familjes time, kështu që nuk besoj se ndonjëherë do ka për të ndryshuar ajo që unë jam dhe ajo që më ka pajisur familja ime. Kështu që unë familjen time do e vlerësoja se një nga gjërat më të bukura që më kanë bërë kjo që jam sot. Atëherë nuk kemi pas teknologji. Mund të them që ne millennium, siç na quajnë juve, i çfarë brezi jeni? Gen Z. Gen Z, jam para Gen Z, sa? Po. Kim pas fatin e mirë që ne e kemi shpikur veten tonë, shpikur gjërat që na bëjnë të lumtur, kështu që kjo na ka forcuar dhe ne në kohën tonë, se kjo i referohet pak edhe brezit të ri me të cilët
do doja që ta marrin si mesazh, ne nuk e kishim në fjalorin ton fjalën ankth. Ne nuk e kishim kohën ton në fjalorin ton depresion. Sepse vjen një moment që bëhet masivisht kjo gjë, që edhe kur ti nuk je, Ndoshta nuk mendon që nuk keni qenë të informuar, domethënë sa i përket të shëndetit mendor. Nuk e shoh kështu. Po, mund të qëndroj, por për aq kohë sa të gjithë kishin të njëjtin burim informacioni, sepse këtu përveç se ka shumë burime informacioni, këtu nuk ka informacion të selektuar. Ose për shembull, ne duhet të lexonim për të mësuar. Nuk e kishim një do ta them ChatGPT ose TetaPT, siç e bëj humor, e them këtë gjë, që na i thoshte gjëra gati. Në qoftë se ne shkonim në një për të arritur majën e malit, ne bënim gjithë ato rrugtim dhe ai rrugtimi na rriste. Ne nuk shkonim direkt në majën e malit, themi sa bukur, sepse ky proces domethënë ne kemi kaluar nëpërmjet proceseve. Jeta jon ka qenë një laborator ku na është dashur për të mësuar, për të rrëzuar, pa u gjynjëzuar, thjesht për të kuptuar. Domethënë kemi bërë ne rriteshim me hallet e prindërve, kështu që dashur pa dashur e gjetëm veten të rritur me një fëmijëri që ndoshta nuk është më dura që ti marrin fëmijët që në moshë të re hallet dhe problematikat e prindërve të tyre, se çdo gjë ka ato fazat e tyre. E kuptoj, kjo ke të drejtë, por unë me kalimin e kohës kam dalë në konkluzion që unë nuk i kam gjykuar asnjëherë familjen time, prindërit e mi, që kanë bërë zgjedhje të caktuara për ne. E tillë ka qenë koha, të tillë kanë pasur mënyrën e të edukuarit, janë rritur. Kështu që nuk dalim dot nga ajo që ata janë. Kështu që unë nuk jam askushi dhe të mund të tregohem egoist për të bërë ndryshime. Por nuk do të lodhesha kur për të shpjeguar veten time ato që dua dhe ato që pëlqej, për të më kuptuar. Po jo të gjithë kanë pasur fatin që të kishin prindërit e tu, le të themi të vërtetë, se kanë qenë edhe shumë mendje mbyllur prindërit shqiptar në atë kohë, duhet dalë edhe nga komunizmi. Patjetër, unë mund të them që prindërit e mi për shumë kanë qenë shumë fanatik. Aq më tepër për një person që siç mund të isha le themi një dele e zezëve e fisit tim që bënë gjëra ndryshe për shembull. Jam paragjykuar për gjërat që bëja, për shembull rria deri vonë natën sepse pikturoja, rria deri vonë natën sepse shkruaja. Për sa kohë kam qenë fir, kam pasur 2 ekspozita në gjimnaz, të cilat më identifikonin tek të tjerët që kisha qef letërsi, kisha qef këto instalacione, këto gjërat. Po këto janë detaje të cilat një prind i vëre tek fëmia vet që nisin një lloj rrugtimi, mbjellin më saktë një lloj rrugtimi i asaj që do të isha më vonë. Por sigurisht që nuk bën dot njëri plane. Elona përmende një fjalë, procesi i jetës. Edhe na tregove për rrugtimin tënd fillestar. Po do doja pak edhe nga gjeneza e rrugtimit tënd artistik, si ka qenë jeta studentore në Akademinë e Artit. Na trego pak më tepër. Atëherë, ku kam ardhur nga Fieri në Tiranë, mund të them që ka qenë goxha e vështirë sepse nuk isha larguar kur nga familja. Në këtë rrugtim, pjesë e rrugtimit tim ka qenë edhe Ariola, mami Elgës, sepse ne u njohëm bashkë pikërisht në atë vit kur filluam Akademinë e Arteve, ku unë vazhdova për regji, kurse Ariola për aktrim. Ne vinim nga qytete të cilat nuk e kanë pasur emancipimin, le të themi, të lirisë ose të artikulimin e lirisë, si ishte liria për një se ne ishim fëmijë, 18 vjeç, 19 vjeç, se nuk mund të quhesh, ti je majoren, por nuk je rahur me ca eksperienca që të mësojnë se si të përballesh, se si të jesh përballë të panjohurave ose gjërave që ti shikon për herë të parë. E ka qenë goxha e vështirë për sa i përket përshtatjes. Por mund të them me plot gojën që nëse ka një epokë e jetës time që mua më ka rritur dhe më ka bërë kjo që jam, është pikërisht shkolla e lartë. Të qenurit e pavarur, larg familjes, kisha një kohë të ardhuar që do të kisha për 2 javë, sepse në 2 javë sepse nuk isha vetëm unë, isha dhe vllai i vogël, sepse vllai i madh ishte jashtë, ndërkohë që prindri duhet kujdesej
që edhe të ardhur të shkonin për 2 fëmijë për arsimimin, e kupton? Nuk ka qenë aq e lehtë aso kohë, por që ja dolëm, sepse që të hanë dhëmbët duhet të luajnë këmbët. Elona, përgjatë rrugtimit tënd artistik është bazuar në 3 themele shumë të rëndësishme: regjia, aktrime dhe skenari. Nëse do të thoja të zgjidhje njërin prej tyre, ku e gjen më shumë veten? Shiko, është si një nën që pyet për fëmijën kë do më shumë ti, por mendoj se një nënë e shkon si profesor regjizura. Sepse regjizura merret me gjithë komponentët për ta ndërtuar qoftë një shfaqje, qoftë një produksion filmi, një krijesë arti. Mendoj se regjia është dashuria ime e përjetshme. Por falë regjisë, un kam zbuluar aftësi të mia, të cilat me kalimin e kohës dhe me eksperiencë puna, sepse unë duke qenë se jam dhe tip kurioz, kam bubruar gjithandej për të patur eksperjenca qoftë në skenar, qoftë në prezantim, në ekran, televizion, por si ndihem në teatr nuk ndihem në asnjë vend tjetër. Dhe kështu që teatrin e kam atë, le të themi, dhomën e paqes, qetësisë, dashurisë, të gjitha që dua e kam te teatri. Kurse për pjesa tjetër, televizioni, filmi, skenari për shembull është shibot me vete. Do të thënë, derisa shkruan gërmën e parë në letër të bardhë, është një kaos, është një stuhi, është një gjë që mendimet kundërshtojnë njëra tjetrën, ti shikon luftë mes mendimeve, të kërkon të gjesh veten tënde në këtë bardhësi dhe sa shkruan gërmën e parë, aty pastaj fillon një botë tjetër, një botë që ti zhytesh dhe realisht ti izolohesh nga bota. Domethënë je ti dhe ke një cop të vetës tënde që e derdh në letër, ke një individualitet që të përcakton nga të tjerë. Domethënë, çdo gjë që ne bëm, prandaj artistët, aktorët, regjisorët identifikohen sepse çdo punë merr pamjen e udhëheqësit të vet, siç është regjizore. Tek unikja, aty dalja. Po. Tek bota e brendshme. Po, dhe mendoj që nga shumë informacione, nga shumë gjëra që kemi vërdall, vjen një ngopje shumë e madhe e gjithë gjërave që na vijnë pafund sa që nuk kemi kohë të selektojmë. Dhe unë mendoj që njerëzit kthehen tek e vërteta. Njerëzit kanë nevojë për të vërtetën. Dhe nuk ka më bukur se sa ti këtë të vërtetën ndjesh forma të ndryshme për t'ia ofruar një pjesë të vetes tënde, të shpirtit tënd publikut. Lona, breza dhe më parë jam frymëzuar me studentët e tu që duhet filluar që nga Krip Mjalsa dhe më pas të Fresfari, që unë kam parë, kam shumë shef. Si ndihesh që frymëzon breza sidomos në fazën e adoleshencës? Unë kam që në 2007, që e kam nisur mësimdhënien time të parë me Krip Mjalzat, pasi kam mbaruar, domethënë unë kam mbaruar shkollën akademinë në 2007. Dhe unë mbaj mend në herën e parë timen që kam dhënë mësim, kisha programin para dhe kam qenë shumë emocionuar. Shumë, por shumë. Pasi vazhdova me Krip Mjalzat, erdhën produksione si muzikale, erdhi Fresfari që pjesa më e madhe e fëmijëve njohin, pastaj bashkëpunimi me Klea Huton. Të gjitha këto më bën që të isha një vëzhguese brez pas brezi i gjithë këtyre artistëve të rinj. Dhe mund të them që ka mësuar shumë prej tyre, por mund të them edhe pjesën tjetër që sa vjen edhe me keqardhje mund ta them që po fillon më bën pak më shumë dembel. Çfarë surprizon më shumë nga brezat që vijnë? Po, sepse i duan gjërat shumë gati. Domethënë, nëse unë do t'jepja një detyrë për një monolog, unë preferoj që monologu të ndërtohet prej tyre. Dhe nuk do doja që të shkonin nëpër internet ose do doja të eksploroni veten e tyre rreth parë. Të zhvillohen dhe mendimin kritik. Ajo është shumë e rëndësishme sepse është pjesë e aktrimit që aktrimi ka si element që të jep vetbesimin edhe inteligjencën emocionale. Pra shikon si një mungesë potenciale tek të rinj. Po nuk do ta thoja kështu sepse gjithmonë e drejtojmë gishtin tek ata, po janë faktorë shumë që arrin deri në këtë pikë.
Gjërat e lehta, unë kam shumë besim me gjërat e lehta. Gjërat e thjeshta po më pëlqejnë. Nuk kam ndërmend pse të shpik ujin e ngrohtë, se uji i ngrohtë është shpikur. Gati. Por unë mund të laboroj që me këtë ujin e ngrohtë të ndërtoj gjëra, më kupton? Ndërkohë që brezi i ri e ka të vërtetën një klik larg, ndërkohë duhet fillojnë të dyshojnë të vërtetën. Të bëjnë një Sepse filtrim informacioni. Po, nuk ka vetëm një të vërtet. Nuk ka vetëm një të vërtet. Të përdorin mjetet Ka që një kanë. mënyrë të parë të gjërave që duhet të kalon pastaj te pjesa individuale, se sa je ti këngulës për ta thelluar gjykimin tënd. Nëse njëri do donte të vazhdonte në fushën e regjisë apo aktrimit, çfarë do ishte një këshill që do i jepja? Biu, do të jesh ti. Domethënë, është një shprehje që unë e them gjithandej dhe nuk do lodhem ta them. Leo Buscaglia, një autor italian, me origjinë italiane, është i pari që ka dhënë në Amerikë lëndën e dashurisë. Ka një libër, nuk e kujtoj titullin e vet, po mua më ka goditur një shprehje që më është bërë motiv. Që nëse ndodh që në jetën e përtejme takon krijuesin tënd, Zotin, edhe ai e sigurisht është që nuk do të pyesi pse nuk u bëre dikush tjetër, pse nuk u bëre shenjtor, po do të pyesi pse nuk u bëre ti, ai që je në të vërtetë. Domethënë, ti ke një mundësi, ti ke një jetë. Nuk kemi shumë jetë në dispozicion që ti çojmë dëm. Dhe të gjithë e kalojnë kalvarin e përshtatjes. Personalisht, nëse është një gjë që më lodh është aktrimi jashtë skene, jashtë kamerave. Për të qenë perfekt për tjerët. Jo. Unë jam kjo që jam dhe nuk kam pse të ndryshoj për askënd, askush nuk duhet ta bëj këtë gjë, sepse nuk i detyrohemi gjithëve të ta pëlqejnë. Sikurse ne nuk i pëlqejmë gjitha gjërat. Dhe pse duhet ta bëj këtë gjë për të vënë në para ative të time, sepse ne zakonisht po flas për njerëz që portojnë, tentojnë të njohin të tjerët prej të tjerëve. Jo, nda njoh vetë në formën time. A ka ndonjë kompromis që nuk do ta bëje kurrë në profesionin tënd ose që nuk e ke bërë kurrë? Për shembull, për sa i përket pjesës profesionale, nuk e bëj kurrë kompromisin që në qoftë se unë kam një pjesë, për shembull, dhe unë zgjedh një pjesë në momentin që unë e shoh, sepse kur kam lexuar për shembull vepra që më kanë pëlqyer dhe që i kam vënë për shembull, kam parë imazhe, kam parë njerëz që lëvizin, aktor, mizasena, i kam parë gjitha dhe në moment që kam parë do të thotë që kjo funksionon. Nuk e bëj kompromisin që për shembull për një personazh të caktuar të marr një shok ose një shoqe se thjesht do të jetë pjesë e gjës. Nuk e bëj dot këtë gjë. Domethënë, nuk bëhet kompromis me cilësi sepse i bie që ti nuk je më ai që je. Do të zgjedhësh për atë që të duhet të jesh shumë fair, shumë i drejtë. Mund gënjesh gjithë, po jo veten tënde, sepse më ka rezultuar që intuita, nuhatja, e kam ditur që ky rol është për ty, e kam dhënë dikujt tjetër për hir të një, se jepi dhe çik të ndjeshëm për këtë gjën, dhe më ka rezultuar që nuk është ajo që unë kam dashur. Por nuk mund t'i bëj dëm as vetes time, as personit, sepse do e vija në pozitë për të bërë diçka që s'është. Që s'e bën dot. Me që po flasim edhe për skenën, cila është ajo skenë ose projekt që ke bërë që të ka lënë bresa dhe si e mban afër zemrës? Po, ka qenë komedia në Teatri Metropol, aty ku unë punoj. Në Metrofest është festivali i dramës shqipe, dhe aty kam patur shfaqjen nga Josip Prela, një autor shqiptar, arbëresh Kroacisë, sot 8 ditë. Nisi si një projekt për një festival që do t'jepte 4 net, dhe ndërkohë me një cast të mrekullueshëm, që domethënë unë kam bërë dhe projekte të tjera dhe do të bëj dhe tjera, por si procesi që kam kaluar në ndërtimin e asaj shfaqje, e cila u vlerësua dhe në 2020 fitoi dhe Coco Fest 3 çmime për shef, po 3 çmime regji, shfaqje më mirë, aktor. Domethënë unë kam bërë shumë qef aty bashkë me grupin, domethënë jam kënaqur shumë. Dhe një gjë që është e vërtetë është që
çfarë do lloj procesi që ti kalon në ndërtimin e një shfaqje, një filmi, e gjitha reflektohet në rezultat. Ato energji që ne kemi patur e ka përjetuar edhe publiku. Ne do donim të dinim edhe si është Lona me shoqërinë, me marrëdhëniet, me ta dhe sa e rëndësishme është të kesh një rreth të ngushtë, të shëndetshëm, që të suporton. Çfarë thot mami jot për mua? Mami thot, Lona kam shoqe të ngushtë, nuk ka si ajo. Për shembull, unë nga Fieri, Ariola nga Tropoja, të dyja në dhomë. Shumë gjëra, unë kam mësuar shumë gjëra prej saj, sigurisht që edhe Ariola ka mësuar gjëra prej meje. Unë i mësova llapane orit. Ajo më mësoi mjaltin e gështenjës, flin, edhe mish e thatë. Që i thosha unë, po ç'është ky mish mumje? Po kështu që shkon kjo punë, të ndajmë gjëra me njëri tjetrin, të mësojmë me njëri tjetrin. Kjo ishte për sa i përket kulinarisë të vendeve nga vinim. Dhe shoqëria që kam pasur për shembull në Konvik ka qenë është shumë e afërt për mua. Shoqet, kam një shoqëri, domethënë pavarësisht se jam shumë sociale me njerëzit, miqtë e afërt i numëroj me gishta. Ç'është e vërteta, por janë ata miq që kanë qenë në ditët e mia të vështira. Marilyn Monroe ka një shprehje shumë të bukur. Nëse ti nuk më duron dot në ditët e mia më të vështira, nuk më meriton në ditët e mia më të mira. Kështu që në ditët e vështira vendosen shumë gjëra që i duan jetës, njerëzit e duhur. Ne tani do kalojmë një rubrikë që gjithmonë ne bëjmë në BU, që do përgjigjemi me një përgjigje të shpejtë. Drama apo komedi? Mund ta them edhe arsye pse apo? Po. Atëherë, Patjetër. unë jam shumë te komedia, po shkëlqej shumë tek drama. Domethënë, nëse dikush flet për mua, më çon tek janë urat e mia. Ama dramën edhe tragjedin, sepse më pëlqejnë këto emocionet e forta me karaktere që duan çik punë. Një justifikim klasik për vonesat në punë. Ose në prova. Unë e them me humor. Se më derdh kolinozi, po të shkolla fusja brenda prap të bet. Bëj shaka jo. Thjesht më fal, e them më fal. Një gjë që publiku nuk e kupton për aktorët. Një gjë që Publiku nuk e kupton për aktorët. po, janë njerëz. Janë njerëz me emocione, se në fillimet e mia, si tani nuk është se më bën përshtypje, po. Nëse jemi në rreth ju e keni në Terezi, ju bëni qef. Ndërkohë, nuk është qef se ti ndërkohë ke për të për të thelluar, për të ndërtuar një personazh i cili ka 1001 pikë pyetje, se ne jetojmë jetët e tjerëve kur dalin në skenë dhe duhen bërë analiza pse vepron, pse e bëri dhe imagjino ne mund të jemi në rrugë duke ecur, duke menduar si personazhi dhe ata e marrin sigurisht një proces shumë i lehtë. Ndërkohë që jo, nuk është i lehtë. Ose kur kanë i aktor ti, apo më bën për qeshur, më bën për qeshur, bëj për çfarë? Do të thënë nga këto gjëra naive. Është aktorët i vuajnë, nuk u dalin hallet e tyre, vuajnë dhe hallet e personazhit. Cili është një zakon tipik përpara xhirimeve? Janë ushtrimet e aparatit folës dhe bb në sukse, skudhe, thuaj. Një sukth në... E i kisën, në sukse, skudhe. E pa mundur. Po provoj pra. Po duhet ta shkruaj ta lexoj. Jo, Një sukth, në sukth. Në sukth. Në sukth. Një sukse. Një sukthse. Skudhe. Skuthe. Thuaj. Unë harrova fjalisht nga fillimi. Pra, është vështirë. Nëse do bëj një film për jetën tënde, çfarë zhanri do ishte? Dramedi. Edhe drama dhe komedi. Shiko, i mençur është kur zgjen komiken tek drama dhe dramën tek komike, sepse të dyja janë, domethënë, komedit nuk janë vetë, nuk thjesht i thonë të vërteta duke i qeshur. Por dhe tek drama ka komedinë e jetës. Domethënë se fundi ashtu është dita jonë. Si gdhimi nuk ngrysen, kështu që Ka pasur në një moment në jetë ose në një moment saktuar që e thënë, çfarë po bëj unë tani? Unë kam të vazhdosh me këtë pyetje, po
të më çëm përpara, nuk është se ndoshta kjo vjen me eksperiencë, me vite pune, me mënyrën se unë nuk mendoj njësoj siç mendoja para shumë vitesh. Nëse deri dje e kam pasur perde shumë të hollë dhe lejoja të futeshin brenda meje shumë gjëra që më bënin të ndjesha keq. Tani jo, tani kam ndryshuar mënyrën e të parit, mënyrën e të kuptuarit, edhe tjetra, nëse kur e kurseja tjetrin për të thënë atë që mendoj në të vërtet, ajo që thash pak më herët, tani mundohem të mos e lëndoj, po ama të vërtet nuk do ta them. Nëse të vjen, e them gjithmonë për të vjell, ose do ta mbash brenda, ose do ta nxjerrësh. Po e gëlltit i bën dëm vetes, zgjidh pra, çfarë do bësh? Çfarë do ndryshoj në industrinë tonë filmike? Apo shiko, nga njëra anë mua më vjen mirë që ka shumë produksione, sepse bota jashtë ka vite që bën këtë gjë, sepse duhet ky proces, duket sikur ka shumë ngarkesash, ka shumë gjëra që duan të shpalosen, ndonjëherë e marrin edhe për modë, hajse do ta bëj një film se ka dalë në modë, bëjmë film me këto. Por unë them shumë mirë që punojnë. Pastaj publiku është selektiv, ose ka instanca, ka gjëra të tjera që i bëjnë të jenë selektiv në atë që janë, kështu që s'mund të jenë vetëm, për shembull, një gjë e mirë që ka produksionet e shumta është që nuk janë vetëm 5 njerëz që punojnë, jepet mundësia të gjithëve. Dhe koha i selekton. Nëse do të ishte 18 sot që flasim, a jam në zemra. Apo shumë mirë, do ndryshoj diçka. Si 18 vjeç që jetoni, jep. Do bëj ndonjë gjë ndryshe? Apo ndryshe? Shiko, kjo është pyetje që ju bëhet të gjithëve dhe thonë, po do ndryshoja këtë. Unë jam e sigurt që s'kisha për të ndryshuar ndonjë gjë, sepse nga që kam vite që jetoj me veten time dhe nuk është. Po mirë, çfarë këshilla do i jepje vetes 18 vjeç? Të kisha qarë pak më pak dhe mos të mbirja shumë seriozisht gjërat, se nuk është se çdo njeri ndark flet me hallet e veta, kështu që se di pse kam mbajtur shumë hallet e tjerë se hallet e mia. Doja të isha një menaxher e mirë emocionale, sepse jam shumë e ndjeshme, por ndoshta kjo ndjeshmëri më ka bërë kjo që jam, sepse çdo artist duhet të jetë i ndjeshëm. Dhe të gjej rrugën për ta nxjerrë jashtë fëmijën e tij. Biu podcast vjen gjithmonë me një pyetje në fund të episodit. Çfarë është për ty të jesh vetvetja, Biu? Prap kaloj tek Djoçe Lev që thotë një vetveten e ke për të marrë arratin. Unë dua shumë veten time, do doja që kjo të jetë primare për gjithë ata që dëgjojnë, për të rinjt, në qenë se jemi për të frymëzuar. Gjithmonë ne kur zgjedhojmë foljet, ne themi unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato. Nuk e nisim asnjëherë ata, ne, ju dhe pastaj unë. Çdo gjë nis nga unë. Unë në gjithë rrugtimin tim mund të them që më kanë bërë shumë mirë sfidat. Nuk ka dështime, ka arritje, mos arritje. Çdo gjë, domethënë, nëse ti punon sigurisht që do gabosh. Dhe të gjitha këto i shërbejnë vetes tënde. Do nxjerrësh versionin tënd më të mirë. Por jo gjithmonë është mjalti, se mjalti tepër të vel, meqense kemi dhe bletën tuaj. Kështu që nuk ka rëndësi se sa ti gabon, se sa ti mendon se gabon, se ndoshta ai gabim ty të sjell një të mirë më të madhe. E rëndësishme është të provosh dhe mos heqësh dorë nga ajo që ti beson. Nëse ti e ndjen dhe beson, ti duhet ta çosh deri në fund. Në fakt, kam edhe një pyetje të fundit. Pas shumë vitesh, për çfarë do duash që të kujtojnë njerëzit? Për shembull, në të gjitha këto që tham, një gjë që unë sa më zhurdor është të jap mësim aktrime, siç jap tani tek Lea. Unë dua që ashtu siç disa mësues kanë lënë gjurmë tek unë, të jem një zysh mësuese, një mësimdhënëse, ku do unë quajeni se doni, që lën gjurmë tek këta fëmijë, sepse unë e di shumë mirë që shumë breza, të cilët tani tashmë janë bërë prindër, kanë marrë rrugën e tyre, e mbajnë një gjë prej meje.
Ato që unë kam pasur mangësi tek vetja ime, jam munduar që t'i kem me nxënësit me cilët unë jap mësim. Dhe Gëte e ka shumë të bukur kur thotë që nëse do të investosh për të ardhmen e një vendi, merru me brezin e ri, sepse ata janë e ardhmja e vendit dhe ata duhen edukuar që në gjenezë. Kështu që dua të lë gjurmë të bukura në jetët e gjithë secilit prej tyre dhe ato që si kisha të doja të kishin ata. Domethënë mundohem që t'i inkurajoj për t'ia dalë në mënyrën e tyre. Sa e bukur. Po, dhe për shembull, nëse një program për shembull mësimor, sepse kë ka të bëjë dhe me profesor, po të paktën unë luaj këtë gjë sipas kontingjentit që vjen në mësim. Nëse unë ty ta jap këtë gjë, ti ndryshe e kupton. Por ajo që unë kam mësuar nëpërmjet brezave është që edhe nëse ti nuk e gjen dot rrugën që unë po të ofroj, unë do të gjej shtigje, rrugë të tjera për të ardhur tek ty. Sepse kjo është e bukura që ka aktrimi dhe mënyra se si ti e zhvillon atë me nxënësit. Sa e bukur, faleminderit Lana që ishim ne, ishim një kënaqësi shumë e madhe. Po, më lumtur dhe unë dua të vi prapë. Po do të thras prapë, ta vëmtoj. Sepse i frymëzoj vetë të rriturit. Mund ta marr ekskluzivitetin që jam i pari që jam frymëzuar në këtë episod. Na ke kënaqur. Dhe për të gjithë të rinj që ndrojnë të bëhen aktor apo regjisor apo dhe thjesht skenograf, ndra mos ju duket shumë e largët, duhet punë, vullnet, talent dhe disiplinë. Dhe mos harroni kurrë që të jeni vetvetja, të jeni autentik, sepse bota nuk ka nevojë për një kopje tjetër, ka nevojë për ty. Ky ishte episodi më i bukur, plot mesazhe. Bio.